Në Fakultetin e Shkencave Shoqërore u zhvillua zgjedhje në Departamentin e Gjeografisë, ku stafi i këtij departamenti votoi vetëm për një kandidat, i cili u votua dhe u shpall fituese, Flora Gjoni. Çdo gjë ishte e qetë në kuadrin e një fryme. Mirëkuptimi brenda këtij stafi. Flora Gjoni është pedagoge prej shumë vitesh në këtë departament dhe drejtore aktuale e këtij departamenti, e emëruar nga dekani i fakultetit. Siç duket, ka justifikuar besimin e dekanit dhe anëtarëve të departamentit dhe në mirëkuptim kanë rënë dakord që të vazhdojë drejtojë këtë departament. Departamenti i Gjeografisë është një nga departamentet më të vjetër, dikur Instituti i Lartë, më vonë Universiteti i Shkodrës. Ndryshe ka qenë situata në departamentin e letërsisë në këtë fakultet. Te ky departament kishte dy kandidatura, të cilat konkurronin për herë të tretë me njëra tjetrën, pasi dy herët e para kandidaturat morën votë të barabarta. Edhe në departament u duk qartë ndërhyrë rektorit të universitetit, i cili përmes zëvendës rektores angazhoi një nga anëtarët e këtij stafi, duke dërguar me punë jashtëçakut të Shkodrës në ditën e zgjedhjeve. Në këtë mënyrë, rektori hoqi një votë njëjtë për kandidatëve konkurrues, duke i krijuar të gjitha kushtet dhe mundësitë që kandidati tjetër me të njëjtin numër votash që kishte marrë në dy votimet e parshme të fitojë mandatin drejtorit të departamentit dhe të bëhet nga drejtuesi i emëruar në drejtuesi i zgjedhur i këtij departamenti. Gara në këtë departament ishte në mes dy pedagogëve që prej vitesh janë kolegë dhe që së bashku me kolegët e tjerë nuk arritën në dy votimet e parshme të japin njëjtë apo tjetrit përparësi, duke vlerësuar dy kolegët konkurrues si të barabartë në respekt. Ishte ndërhyrë rektori Gjuraj me zëvendës rektorin e tij që prishin ekuilibrin e vendosur me dy votime radhëzi nga anëtarët e këtij departamenti, duke favorizuar njërin dhe diskriminuar kandidatin tjetër. Te Fakulteti i Shkencave e Natyrës kishte zhvillime surprizë, u zhvilluan zgjedhjet në qendrën studimore të ujrave dhe në departamentin e fizikës. Në departamentin e fizikës u zhvilluan zgjedhjet qeta normale ku fituesi doli si kandidate vetme Klotilda Nikaj, e cili ishte drejtori i departamentit emëruar nga dekani i fakultetit. Krejtësisht ndryshe ndodhi në qendrën studimore të ujrave kandidati vetëm Adem Bekteshi, i cili u përfol si preferencë e rektorit të universitetit para ditës së votimit, ju mohua drejta për të drejtuar këtë qendër studimore, duke e përmbysur me vota kundër. Kandidati Bekteshi ka pranuar rezultatin, por i habitur për surprizën e pakëndshme që i kanë bërë kolegët me të cilët punën për 30 vitesh, ndërkohë zërat nga departamenti dhe jashtë e çën në dyshime të forta se rektori Gjure ka ndërhyrë me presione dhe kompromise të anëtarëve të kësaj qendre për të mos fituar kandidati Bekteshi. Në departamentin e turizmit të Fakultetit Ekonomik u zhvilluan zgjedhje dhe rezultati buzëqeshi thuajse unanimisht kandidati së vetme Arita Troshani, ish dekani i këtij fakulteti, anëtare e senatit për shumë mandate. Siç duket, stafi i departamentit të turizmit e vlerësoi profesor doktor Troshanin për kontributin e saj në departament për 30 vitesh, e mbi të gjitha për kontributin e saj së fundmi në projektin realizimin dhe miratimin përfundimtar të doktoraturës për turizmin e qëndrueshëm pranë këtij departamenti, një projekt që i dha shumë prestigj këtij departamenti, Fakulteti Ekonomik dhe Universiteti të Shkodrës. Profesor Troshani hasi në rezistencë të rektorit Gjuraj, i cili krijoi pengese në fazën e fundit të miratimit të këtij projekti, por nuk i arriti fal punës dhe këmbuljes së stafit të këtij departamenti me në krye koordinatorin e këtij projekti Arita Troshani, e cila mbrojti në senat dhe në ministri këtë projekt shumë të rëndësishëm për departamentin e saj. Edhe ky drejtues departamenti ishte pa dëshirë dhe jashtë preferencës të rektorit Gjuraj. Te Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në departamentin e gjermanistikës nuk u zhvilluan zgjedhjet, siç duket është një kompromis i stafit të këtij departamenti, dekanit së fakultetit dhe rektorit të universitetit. Në ditën e vijim pritet të zhvillohet një konkurs për marrjen në punë të një pedagogu të ri pranë këtij departamenti. Një herazi nga burime pranë këtij departamenti vin dyshime se pedagogu që do rekrutohet si pjesë këtij stafi në konkursin e shpallur do të jetë një afërm i rektorit Gjuraj. Gjithsesi mbetet për të parë në ditën e vazhdim kush do të jetë kandidati fitues, preferencë dhe pjesë e rrjetit shoqëror e familjar të rektorit Gjuraj, apo mund të jetë dikush tjetër.